Qërek nej, qërek, do me thonë totalisht I pashpresje. Wow, që një aksident këto, vetë sa ndodhi aksidenti, që janë dollë tash këta dy, normalisht është bloku rruga. Qëre, do me thonë qka është ndodha aktualisht e kryqi I Gorenjas. Absolutisht lug, do me thonë qëre këll, që jamër e rrugën që tash hini edhe I kuqe, ligji I gjunglës, do me thonë, kush ku të mundet mishti unë. Qëre këll, I kuqe është dosht me u këthyn të majt, e kosh I gjetën atë, edhe po këshur me hin djath, me shmong trafikun që vjen prej në kibe kelmendit, edhe me u tregu, do me thonë, ma I meqëm se so këta tjertë, po veç është të e bloku për kërejt. Absolutisht, katrahur, do me thonë qëre kënej, qëre, tuk po m'vjen me këqyra, beson. Heqma, këthej që atjet e kryqi prap. Qëre, do me thonë, qka është të bo një rrëth rrotullim, mungesa e një rrëth rrotullimi, qka është të shkaktu të kryqi I Gorenjas. Mos qof shanë lëkur që tyne që janë të prit. Wow. Qëre qfar kontrasti me këto dy kursit që po vinë, që janë nordhje, do me thonë. Jonë shkuar janë drejtim Gjilanit. Na, pa. Para me në me konë më rapa që ty në kamiona. Do me thonë totalisht I pashpresje. Qëre ne, qka është ndodhë? Ngërç trafiku, absolut njerës. Ku është rrethi? Ku është rreth rrotullimi? Kretor. Wow, që një aksident këto, vetë sa ndodhi aksidenti, që janë dollë tash këta dy, normalisht është bloku rruga, deri të mirën vesh, deri të thirrin policin. Ora është 5:10, jemi të kryqëzimi I Gorenjas prap, se prap po bëhet kolon, jo qysh është bo ma herët, si do qoftë në orët e pikut të trafikut, këto din me u bloku prap se prap. Qërëni, tashti që ka ndodhë krejt kronologjia e kësoj se jemi marrë me të prej fillimet. Një pjesë ka qenë kompetencë e Ministrisë e Infrastrukturës, do me thonë rehabilitimi I rrugës, asfaltimi, shenjëzime, edhe sinjalistika. Ministria e ka kry kompetencën e vetë, që ka pos? Qysh për sheni është asfaltu kjo rrugë, ka vazhdu tutje, është bo 2 trakëshe për ardhje prej Gjilanit, ndërsa këto komune ka pos përgjithësi me ndërtu një rreth rrotullim. Qëre një postim me 6 janar të drejtorit të Përonës në komunën e Prishtinës, Brahim Mehmetaj. Do me thonë, ka thonë shfrytëzoj rastin që ta falenderoj publikisht zotin Rahman Duli, pronari Pronës, në të cilën do të ndërtohet rrethi. Zyret e drejtorisë së Pronës u nënshkrua marrëveshja mirëkuptimit e cila na hap rrugë për fillimin e punimeve për ndërtimin e rrethit te Gorenja. Me rast shumë shpejt do të zgjidhet ngërçi I madh I cili vazhdimisht krijon ngarkesë në komunikacion në atë zonë të rëndësishme të kryeqytetit. Jemi katë shumë muj, do me thonë 4 muj mas këtij postimi, halon nuk ka sinjale të ndërtimit të rreth rrotullimit. Unë e kum siguru një plan grafik se qysh ka me u doke dhe ku ka me u ndërtu rreth rrotullimi. Tash kjo poshtë është rruga që çon në Gjilan, Ajvali do me thonë. Kjo nalt është rruga në kibe Kelmendi, ndërsa që kjo pjesë, ku po e sheni këtë objektin të, këto pretendohet gjithnjë sipas planit të komunës me u ndërtu rrethi Trekonqi Ajmalia qujeni qysh dush. Tashti na po e kontaktojmë drejtorinë e investimeve kapitale gjithsesi Liridon Shahinin edhe me pyet ku është rreth rrotullimi para se me vazhdu me bisedën me drejtorin edhe me kuptu çka na ka thonë. Qëto operimet e mia në terren kishin qenë të pamundura, mos të kishë qenë Babun Kosova. Aplikacioni e downloadoni, ushqimi ju vjen për 30 minuta para derës shtëpisë maksimum. Delta Group, rrjeti I pompave me 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet derivatet edhe Easy posta Easy është fantastike do me thonë. Super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi në dërgesa. Përshëndetje Liridon. Si e? Përshëndetje dhe juve. Atëre, a mund është me na sqaru në farë pike zhvillimore është që ky projekti I Ajmalis te kryqi I Gorenjas? Sipas asnjë diskutimi
diskutimin që patëm më herët, ta dërgova një pjesë të projektit që mu do që shko më ndërtu edhe ku ku më ndërtu, është që kjo që është të investu Komuna e Prishtinës. Ndërsa ato që e në konë më herët, ato e në konë projektit ministrisë, edhe na nuk jem qasjen ta, nuk i dim, sigurisht për shkak të prunës ka metë, aty se s'ka posi për fasit mjaftueshme. Jo, kjo është projekti, ministria e ka kryu atë pjesën e vetë, do me thonë, tash ti ka metë vetë që kjo funksionalizimi rreth rrotullimit, se këto nuk o me ndërtu, nuk o me ndërhy mo kur gjë ministria. Unë besoj shumë shpejt se zgjidhet edhe një problem i vogël pënsor që është me një parcel me një sipërfaqe prej 20-30 metra katror ka metë pak asi, edhe shumë shpejt kryet ajo pjesë. Kur liridon se prej janarit, do me thonë, u arrit marrëveshja me atë parcelën kryesore, me atë pronarin e parcelës, mirë po s'ka pas një farë zhvillim tutje. Jo, ka pas zhvillim, aty është trasu rruga, ti beshe është kry gërmimi, zhavorimi krejt. Mirë, po nevojitet edhe një marrëveshje me palën tjetër, i cili momentalisht nuk është në Kosovë dhe jena të prit me bo zgjidhje me to, sot vjen ma shpejt ose me negociu pa ardha i këtu me kry letrat përmes procedurave notariale, komunale, kështu më radhë. Po unë besoj shumë shpejt zgjidhet, tash është çështje pruna, po kupton. Mujna me funksionalizu një rrugë pa u marrë vesh me pronarin cili ka parcelën e vet aty. E qartë, sa ko ju duhet jo me u marrë vesh liridon me pronarin këto, a keni pas diskutime fillestare me të dhe që shka qenë, do me thonë, reagimi i pari tia, është i hapër për... Po, pronari është i hapur, është shumë bashkëpunues, por problemi vetëm është që ai nuk jeton në Kosovë, jeton jashtë Kosovës, edhe tash mundësia për me marrë fizikisht me nënshkru marrëveshjet është pak e vogël. Që është ajo pjesa që është u diskutuar mes komunës edhe pronarit. Unë po them tash nuk muj me thonë që për një javë për 10 ditë, po në momentin që vjen ai në Kosovë, nënshkruhet marrëveshja, e cila është gati, nevojiten maksimalisht 10 ditë punë dhe kryet. Sa aty, si me thonë, pjesa më e madhe e punës është kry. Me qenë se ti aty unë besoj që i ke pas mundësi me filmu edhe pjesën e rrugës që është hap, edhe zhavorit. Ti është kondët, kyqet edhe dalet prej rrugës që ato kanë me të kry. Okej, e qartë, po tashti juve po ju bjen me prit pronarin e qasoj parcelës deri sa të kthehet edhe me arrit marrëveshje me të. Dihet kur ka me ardhaj? Fatkeqësisht po, por na bjen me prit ato. Sipas informatave që i kam unë, do me thonë ai pritet me ardh deri ka data 2-3 qershor, diçka e tillë më thanë sot, që vjen në Kosovë. Edhe me njëherë marrëveshjet janë gati, po veç duhet mu firmos edhe mu bëj si me thonë legale. E prej momentit që arrihet që ajo marrëveshja, duhet shumë kohë këtu me u kriju ditë pune kryen punët tona krejt. Okej, faleminderit shumë Liridon që jetë gjithmonë që ka qasqëm. Ishte ky Liridon Shahini nga Drejtoria e Investimeve Kapitale, me 2-3 qershor, me pronarin e parcelës kryesore, pjesës më të madhe të parcelës është arrit marrëveshja, është kry procedura, na thot që edhe një pjesë e vogël do të me u marrë vesh me një pronar tjetër i cili jeton jashtë, me 3 qershor ka me ardhë këto, edhe prej momentit që nënshkruhet marrëveshja, do me thoni duhen 10 ditë pune për me funksionalizu rreth rrotullimin apo hajmalin. Na gjithmonë, normalisht kemi me udok, qëre, me 11 qershor, do me thonë, me 18 qershor ka me qenun e knej, gjithsesi prap edhe kena me ju mojt në rrjedha me zhvillimet. Ngomni, unë jam Burim Pacolli, me që ta më gjeni kejt platforma, siguroni një follow me më bo.